Zbrazja e fshatrave nga emigrimi po godet fort zonat rurale në vend, ndërsa njësia administrative Fierz në bashkinë e Belshit është një nga shembujt më të prekshëm të këtij fenomeni. Mungesa e kushteve bazë të jetesës, e mbi të gjitha mungesa e mundësive për punësim, ka detyruar të rinj të largohen duke lënë pas një komunitet gjithnjë e më të plakur. Dikur, Fierza ishte një fshat i gjallë, i mbushur me zërat e fëmijëve dhe aktivitetin e përditshëm bujqësor. Sot panorama ka ndryshuar rrënjësisht, shtëpi të mbyllura, rrugë të heshtura dhe pak banorë që përpiqen të mbajnë gjallë atë që ka mbetur nga jeta e dikurshme. I vendosur pranë bukurive natyrore të Dumres, aty ku liçenet kaltërojnë peizazhin çdo ditë, ky fshat duket sikur jeton në kontrast të fortë mes natyrës së gjallë dhe realitetit të zyms njerëzor. Banorët e mbetur tregojnë se boshatisja nuk është një fenomen i ri. Sipas tyre, prej vitesh të rinj largohen në kërkim të një jete më të mirë, ndërsa fshati vijon të humbas gradualisht gjallërinë e tij. Sot, Fierza përfaqëson një tablo të qartë të sfidës mbi të cilën përballen shumë zona rurale në Shqipëri, një realitet që kërkon vëmendje dhe zgjidhje konkrete, përpara se heshtja të bëhet e përhershme, shprehen banorët në mikrofonin e televizionit Apollon. Ne praktisim në fshatin Fierz dhe shikojmë mizerabël, kanë ikur pothuajse gjithë rinia, këtu jetojnë vetëm pensionistat edhe invalidët. Gjithë pjesa e punës, pjesa që duhet punojnë, ka ikur në emigrim për një jetë më të mirë. Se ndikon kjo? Kjo ndikon se këtu është një papunësi totale. Çmimet kanë vajtur në qiell, për fshatin nuk investohet asgjë. Fshatin e kanë braktisur nga ajo që dhe shteti nuk ka vënë asnjë lloj dorë, asnjë lloj subvencionimi për bujqësinë, për udhëhinë, për asgjë. Cilat janë mënyrat e të jetuar në këtë fshat? Ne jetojmë nëpërmjet emigrimit më shumë. Fëmijët që kemi dhënë na bien ai të ardhur për të ngrënë bukë, ku i thonë, se për gjëra të tjera, për lukse, për kështu. A ka pasur investime vitet e fundit ky fshat nga institucioni Fare, asgjë. Ktu kanë vetëm 2 kosha plerash. Edhe asgjë tjetër nuk ka. A do të kishit një thirrje jo vetëm për të rinjt, por për institucionet e shtetit, për të vënë dorë pikërisht në këtë fshat pasi po praktiset totalisht? Po si bëjmë shtete, po shteti nuk ta ndjon. Shteti është kthyer, si ta them unë, është kthyer sikur e ka pronë private, bëjnë çdo gjë investojnë për vete, për oligarkët. Për fshatin nuk ja u ndjen fare. Nuk vetë. Edhe deputetët kur vinë japin premtime, ja të bëjmë kështu, ja të bëjmë ashtu. Ne kemi llogarit fshati jon ka 3 liçene. Nga këto 3 liçene nuk është sikur një investim i vogël të bëhet atje për i pompë, për i transformator, për asgjë fare. Ne shikoni braktisjen e të rinjve nga fshati Fierz. Po tani të rinjt kanë mendjen e vet, se si ka përzën njëri e tikin të rinjt. Vet kanë dashur. A ka kushte minimale në fshatin tuaj për të jetuar të rinjt dhe për të punuar? Po tani, po unë këtu nuk ka në fakt, me thënë drejtën, këtu ka neve, si fshat, po. Prandaj na Belçi këtu mund të ketë. S'duan të punojnë në bujqësi. Tash është bujqësia. Gazimia kjo është që me detyron kushtet, se s'kemi tjetër çu, këtu është vend i thatë. Edhe këto që erdhën që mollë më ca ullin edhe këto vajna ngjelet pa qitur, i lëmë më mbyt pa krasitur tash pa punuar, se qa? Stratosferë, si plera, si nafta, si gjithë gjërat që shohim sot. Do detyroj pastaj që Këto 5 rinja. nuk shumë ma shumë këtu. Si ta shikojnë, që mos o zot, kanë ikur të të rinjë, në e keqe, s'ka se çfarë bëjnë këtu. Që të bëjnë? Ujë për të vaditur jo, gjëre tjere jo, s'ka se në keqe. Fare. Asnjë gjë nuk kemi. Shumë probleme ka populli. Sidomos unë që më kam jetë toka në shtet, kur bëha zhurnimi tokës, nuk e futën, jemi shumë familje. As rrugë kemi të vemi të tokë, që kur darë toka deri sot s'kemi as rrugë asnjë gjë. As bashkësia s'merr përsipër asnjë gjë çfarë. Nuk dim se çfarë do bëjmë, kemi jetë kështu se do të kemi ujë. Çfarë do të themi tjetër? S'ka asnjë gjë, fare këtu. Nuk të normal të dalësh këtu. S'ka. Ti vetë për çaj një hall, ai thot, sos kështu, s'bëhet kështu, s'kemi në dorë, se kemi në hadë, se kemi në këtë. Se çfarë do bëjmë nuk e dim.